بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وعزنا بالإسلام وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. E falenderojmë dhe madhrojmë së çdo Allahun I cili na nderoi me iman, na lartësoi me Islam dhe na bëri prej pejgamberit më të mirë Muhammedit alayhi salatu wassalam. Në takimet tona jemi duke I marrë disa prej pengesave që na bëhen rrugën e Zotit. Edhe këtë radhë jemi mundu me I përzgjedh disa prej pengesave që I hasëm pak më shpesh, edhe me rëndësi edhe me theks të veçantë tek të rinjt, që I hasin pengesa në rrugën drejt Zotit. Kemi folë për pengesën e gafletit ose shkujdesjes, pastaj kemi folë për sipërfaqësorën, pastaj kemi folë për sipërfaqësorën, kemi folë për kufizimin e turmës, edhe kemi folë për kufit ose prangat e zakoneve ose adetit. Tash e kemi një temë që muj me thonë, për këtyre çaj kemi folë, kjo është ma shpeshta me cilën hasemi me ta. Edhe është njëna për prangave që na ka prangos mas shumë të në kohën tonë, e që është et të shettut, shpërqëndrimi. Në gjuhën arabe, shpërqëndrimit I thuhet et të shettut. Kjo ka kuptimin edhe qërjentim ose shpërndarje. Dërsa në aspektin gjuhësor, e kundërta asaj është et terkiz, fokusi. E kundërta shpërqëndrimit. Mirë po në aspektin terminologjik, sheriati nuk e ka lanë çdo herë të kundërtën e saj fokusin, po ja ka përshtat varësisht rrethana çysh kena me pa në vijim. Pra, jemi duke folë për një gjendje, që besimtari I cili e ngarkon veten me ato që ka ngarku Zoti, edhe mundohet mu afru tek Zoti edhe me ecë rrugës drejt Zotit, has në qërjentim. Ka vullnet me bë punë të mira, e shtyn veten drejt ameleve edhe drejt adhurimeve, mirë po rrugës qërjentohet. E gjen veten larg ibadetit, ose e gjen veten në ibadet, mirë po jo të fokusuar, jo me mendje, jo me shpirt, gjë që pe cilës ankohemi gati gjithë ne. Fillimisht, fjalën shpërqendrim e të shettut nuk e gjejmë në Kur'an. I gjejmë disa shprehje të ngjashme për të cilës del kjo fjalë. Për shembull, thot Allahu në Kur'an për ditën e Kiametit. Yawma idhi yasduru an-nasu ashtatan li yuraw a'malahum. Thot Allahu dhe atë ditë kanë më ringjall njerëzit ashtatan, grupe, të shpërndar. Li yuraw a'malahum, për të shpërblyer për veprat e tyre. Ose thot Allahu në surën Lejl, inna sa'yakum lashatta, punët e juaja, mundi juaj është I lloj-llojt. Lashatta, keni punë të lloj-llojshme. Tash prej kësaj fjalës na ka ardhur et të shettut, shpërqendrimi. Pra, në dersin ton, s'kena me folë për drejtimet e njerëzve në ditën e Kiametit, as për veprat e lloj-llojta, po kena me folë për mendime të shumta të njerëzit, cilat mendime realisht janë pafundshme. E shtin njeriu në labirint, I cili veç mbetet duke u sjellë në të, edhe në fund ja humbi në bëlsinë e adhurimit. Për me diskutu se qysh me u largu për kësaj kurthe, fillimisht na duhet me I përmend shkaqet që çojnë tek ajo. Të parën që ka përmend dietar kanë thënë duhet mu largu prej el-lagwu, katësit, gjanat e kota, gjanat e ulta, gjanat të parëndësishme. Çato e çojnë njeriu drejt shpërqendrimit. Besoj që gjithë secili prej neve kur e përmendim namazin, e dim që namazin na përmendet më shumë në Kur'an. Mirë po zbashku me namazin, gati gjithë na përmendet edhe një adhurim tjetër. Cili është ai? Është zakati. Wa aqimu salata, falë namazin, wa atu zakat, dhe japni zakatin. Gati gjithë na përmendet bashkë. Përveç një rast. Në një rast, Allahu nuk I përmend bashkë të dyja, po ka ndamës këtyne dyja. Thot Allahu në surën Mu'minun, qad aflaha al-mu'minun, kanë shpëtuar besimtarët. Alladhina hum fi salatihim khashi'un,
ata që në namazin e tyre janë të kujdesshëm, janë të përqendruar. Tash ajeti në vijim thot walladhina hum anil lagwi mu'ridun. Janë ata që janë të ruajtur për gjërave të kota, pa vlerë. Pasandaj thot walladhina hum lizzakati fa'ilun. E japin edhe zakatin. Këtë Allahu nuk po bashkon mes namazit edhe zakatit, po i ndan me një ajet i cili po thot kanë shpëtuar besimtarët në namazin e tyre janë të kujdesshëm. E ata ruhen për gjërave të kota. Kur e kanë përmendur ulemaja pse kjo, kanë thënë fillimisht këtu Allahu nuk po fol për normën e namazit. Nëse kish me fol për normën e namazit, që namazi është farz, nuk kish me nda mes namazit dhe zakatit, qysh nuk ka nda në shumicën absolute të Kuranit. Mirë, po këtë po thot për khashiun, që e ndjej namazin, e sikurse po thot Zoti për me ndjej namazin, apo doni po, do të mu largu për gjërave të kota. Do të mu largu për leguit, për qasyn e gjërave të ulta, të pavlerë, gjërave të rëndëmta. Nëse doni me ndjej ëmbëlsinë e namazit. Shiko sa bukur flet Ibn Taymije rahmetullahi alayhi. Thot, nëse me lajket nuk hynë në atë shtëpi në të cilën ka qenë edhe ka foto. Hadithin që njëni edhe dini gjithë se cilë për juve. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, nuk hynë me lajket në atë shtëpi në të cilën ka qenë edhe foto. Tash, thot Ibn Taymija, nëse me lajket nuk hynë në atë shtëpi ku pas ka foto, thot, çka ja merr mendja? A ka me hy rahmeti Zotit, ëmbëlsia e përmendjes së Zotit, njohja e Zotit në atë zemër në të cilën ka lloj foto brenda saj. Çka ja merr mendja? Thot, në atë zemër në të cilën ka lloj foto, ka lloj përmbajtje të kotë. A ja merr mendja, a mundet me hi rahmeti Zotit në atë zemër? A me lajket nuk po hynë në shtëpi për një gjë shumë të thjeshtë. Veç pse ka foto dhe pse ka qenë. Anë zemër shpresojna që ka me hy ëmbëlsia dhe dhikrit e tij, ndërsa thot kemi lloj përjetimi, sura, lloj foto. Andaj, fotot e shumta në zemër, kotësia është një gjërave, pra, janë shkak që njeriu e shpërqendron. Edhe ja hub ëmbëlsinë e ibadetit. Andaj, sot kemi ankesë të namaz falësve, që thojnë po falemi, po nuk po ndjejmë. Nuk po jemi të përqendruar. Përgjigja për këta është, tregon ti çka ke bë deri u ardh koha e tekbirit, të kallëzojnë tani pse nuk po e gjejnë ëmbëlsinë pas tekbirit. Sa ajeti tha, do të mu largu për gjërave të kota, nëse doni që në namaz me kanë të kujdesshëm. Lidhur me këta, kam për diçka për të thënë edhe Ibn Qayyimi. Ibn Qayyimi është nxënësi Ibn Taymijës. Ky thot, në zemër mundet me u gëdhend ajo që syni e ka pa. Edhe mundet me u kalit ajo që veshi e ka dëgju. Edhe mundet thot me u kap fort për shpirti ajo që zemra ka përjetu. Ajo që shpirti ka përjetu. Thot, derisa ke me lyp zemrën tonë në adhurim, felem të gjithë, s'ke me gjithë. Pra duke pa qka mos, duke dëgju qka mos, duke përjetu qka mos, vjen me një pikë, thot Ibn Qayyimi, që masanej në namaz, në ibadet, dën me lyp zemrën, po nuk e gjanë. Pse kjo? Se të kam bet e shpërqendruar me çato që e ka një angazhum për para namazit. E kjo është sfid e muslimanëve çdo herë, po sidomos kohës sonë. Sidomos kohës moderne. Nga se doherë, kur ka pat fitne, edhe kur ka pat shpërqendrime, zgjidhja ka qenë e njohur, ka qenë shtëpia. Andaj, Ukbe ibn Amr, kur e dëgjon pejgamberin alayhis salam duke thënë se ka marrë kohë fitneve, i thot, men najatu ya Rasulullah, kallzon qysh me i shpëtu fitneve, o i dërguari i Allahut, ai ka thënë, alejke lisanek, emsik alejke lisanek, kape gjuhën tënde. Walzam bejtek, rri në shtëpinë tënde, wabki ala khati'atik, dhe çaj për gjunahun tënd. Pra, mënyra për me vështu për fitne, po thot pejgamberi sa rri në shtëpi. Mirë, po që kjo fitneja që na po folim për të, na shoqëron neve edhe në shtëpia tona. Na shoqëron me anë të telefonit edhe në xhami. Na shoqëron në cilën do vend që jemi. Andaj, për me ju largu shpërqendrimit, duhet me ju largu gjërave të kota.
sidomos para adhurimit, sidomos para ibadetit, sidomos para qasaj kohës që kemi me kalu me Zotin. Dikun, sipas hulumtimeve ke, 23 minuta i vyje njeriut për me arrit përqëndrimin maksimal. Për me arrit përqëndrimin maksimal në një punë, ke 23 minuta i vyje njeriut për mu përqëndru në maksimum. Andaj mundi me vrejt, pse pejgamberi alisam në shumicën e rasteve ka falë sunet para namazit. Që me u fillu përqëndrimi, me i falë të njëherë sunetin, edhe me kanë i pregaditur për farz. Bile ka pat zakon a.s. edhe namaznati kur ka falë, thët Aisha ka fillu me 2 recate të lehta. I ka falë njërë 2 të lehta, para se me jamësy aty në të randave, edhe aty në të gjatave. Që njeri ju me kanë, kur del para Zotit, i përqëndrum, e jo me kanë i shpërqëndrum. Pra arsyeja parë që neve na dërgon në shpërqëndrim, është kjo që tha më herët, merrja me gjëra të kota. Arsyeja dytë, ose shkaku i dytë është degëzimi shumë i preokupimeve. Mu merr shumë me këtë dynja. Kjo e dërgon njeriu në shpërqëndrim. S'po themi që janë haram, po me u merr shumë me qefet e kësaj bote, ja hub njeriu përqëndrimin. Shikoj çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Men ja'ala al-hamma hamman wahidan kafahu Allahu hamma ad-dunya. Ai që i bën preokupimet e tij të shumta, se njeriu ka preokupime të shumta, ëndra, aspirata, ka njeriu preokupime të shumta, thot pejgamberi sa. E ai që i bën preokupimet e tij hamman wahidan, krejt ato i bën me një preokupim. Ai është me fitu dashninë e Zotit. Pra ka shumë preokupime, po ky i bën një, kafahu Allahu hamma ad-dunya wal akhirah. Allahu ka mi mjaftu atij për preokupimet e dynjas edhe të ahiretit. Ndërsa thot pejgamberi sa, wa man tasha'abat, ai që i degëzon, i shpërndan preokupimet e tij. Thot pejgamberi alayhis salam, lam yubali Allahu fi ayyi wadin awdiyati ad-dunya halak. Nuk ka me u shqetësu Zoti se në cilën prej luginave të kësaj bote do të shkatërrohet. Pra ai që fillon e preokupohet për shumë gjëra, edhe fillon e preokupohet për shumë çështje, Allahu më sikur se thot pejgamberi heq dorë prej tij, edhe nuk shqetësohet se në cilën lugin të kësaj bote shkatërrohet. Fillon me u preokupu shumë për këtë botë. S'po themi mos me i shiju të mirat. Mirë, po me të bë preokupim, i cili preokupim ty ka me të shoqëruar edhe namaz. Bëhet preokupim i cili të shoqëron edhe nders. Bëhet preokupim i cili të shoqëron edhe xhuman. Që kjo është hemmen, me të bë ty pengesë në shijimin e adhurimit. Pejgamberi alayhis del një herë një natë, sikur se e dini, edhe fillon edhe endet rrugëve të Medinës. Kur del natën, takohet me dosin e tij, Ebu Bekr. Edhe pas sa i thotë, wallahi, nuk je dal ti për shtëpisë, përveç se për atë çka jam dalur. Po çka je dal ti ja Rasulullah? Pejgamberi sa më thotë, el gjua, uria. Uria, unë ka shty me dalë mu për shtëpisë. Thotë edhe ti, për çata je dal. Duke ecë këta dy, takohen në Omerin. Pra pejgamberi sa më thotë Ebu Bekrit, pasha Allahun, as ky nuk u dal për diçka tjetër, vetëm për atë që jemi dalë. Edhe i merr pejgamberi sa 2 shokët e tij, edhe shkon tek shtëpia e një ensarit, banorit të Medinës. Kur i troket nder, edhe hyn brenda, vjen ai ensari dhe sheh pejgamberin alisa me 2 shokët e tij musafir. Edhe ka on transmetim ato anë që i ka pat, i ka hedh pikëzimit. Edhe ka thënë pasha Allahun, sot s'ka musafir më të mirë askush se sa. Edhe ai i bën hizmet normal, i therr mish, edhe i përgatit ushqim, pejgamberi alisa me 2 shokëve të tij. Kur fillojnë me ngrënë ushqim, pejgamberi sa i merr disa kafshat edhe ndalet. Edhe i drejtohet 2 shokëve të tij. Edhe i thot, wallahi, letus'alunna an hadhihi an-na'im. Pasha Allahun, për çto nimete keni me u pyet. 2 njerëz më të mirë mas pejgamberit alisa, uria i kanë nxjerr për shtëpisë. A kë po i thot keni me u pyet për këto nimete. Pse pejgamberi sa po i thot bash në këtë vend?
bashkë në këtë kohë. S'ka qenë traditë e pejgamberit alayhis me ja ndal çefi njerëzve dhe me ja ndal ushqimin në gjysmë. Po i ka thënë dostave të vet, i ka thënë që mos e bëni çet ushqim që na jemi duke ngrënë për okupimin tuaj kryesor. Mos le të jetë që ky ai synimi juaj kryesor, por le të jetë vetëm jetë. Kështu që arsyeja e dytë që njeriu në dërgon drejt shpërqendrimit është mu merr me çefet e tepërta të kësaj bote. Tash para më për çka jemi të folna, për pejgamberin e sa me Abu Bekrin dhe Omerin, ndërsa gjithsesi prej neve shohëm lloj-llojshmëri të ushqimeve në telefon para se me hinë në namaz. Lloj-lloj reklamime të restoraneve, e të vendeve, që kjo është të shëabet, me i shpërndati qefet e kësaj bote, tani me që ato qefe me hy në adhurim. Arsyeja e tretë që njeriu në dërgon në shpërqendrim është e kundërta që saj. Jo me i shpërndatash mendjen edhe preokupimet në dynja, po është varfëria, telashet. Këto e shpërqendrojnë njeriu drejt ibadetit. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i përmend 7 gjërat që e pengojnë njeriu për me bëj ibadet, të parën e përmend varfërinë. Thot pejgamberi alayhis salam, badiru bil a'mali sab'an. Shpejtoni e kryeni punë të mirë sa s'ju kanë ardhur 7 gjëra. Hal tantadhiruna illa faqran munsiya, apo pritni që t'ju vijë varfëria harruese. Varfëria është njeriu me harru edhe Zotin e vet. Nuk mundet njeriu me kanë i përqendruar në ibadet, e as në ders, e as në çfarë do adhurimi, nëse nuk e ka kutin shpenzimet e tij edhe të familjes së tij. Nëse e ka një kut, i thonë arabisht, atë e ka masën sa shpenzon për veti, edhe për familjen e tij, ai rrin i qetë. Tani ka vakt me shku me ngu edhe ders. Ka vakt me shku edhe me bëj ibadet. Ka vakt me shku me bëj edhe adhurim. Pra, arsyeja e tretë që pejgamberi alayhis salam po na i sjell në hadithin e lartësekur është varfëria. Andaj pejgamberi alayhis salam, sikur se dini, asnjë prej sahabëve nuk e ka lënë që këtë pasurinë e tyre me dhënë sadak. S'ja ka leju. Ka po sahabë që ka thonë këtë pasurinë time po dha sadak, pejgamberi sa nuk ja ka leju. Madje hadithi kur njëri prej sahabëve ka qenë duke dhënë shpirt dhe ka thonë ja Rasulullah, a të jap këtë pasurinë time sadak, të la testament? Pejgamberi sa mi ka thonë jo. Ka thonë a të jap gjysmën? Ka thonë jo. A të jap 1/3? Ka thonë pejgamberi sa e thuluth wa thuluthu kathir. 1/3, po edhe kjo shumë po mduket. Pse pejgamberi sa nuk i ka leju sahabë që këtë pasurinë e tyre me dhënë sadak? Arsyeja shumë e thjeshtë. Mos me i shpërqendru. Se nëse ai jep këtë pasurinë sadak, ai mos u kryen punë të mira, do të më angazhu tani me fitimin e rrezikut. Këta ja ka leju veç një njeriu. E ai është Ebu Bekri. Ebu Bekri ka qenë i vetmi që ka marrë krejt pasurinë e tij, edhe u shku te pejgamberi sa ka thënë ja Rasulullah, ja ku e ke sadak. Ja ku e ke sadak në rrugë të Zotit. Pejgamberi sa për me i tregu sahabëve që këti po ja pranoj për një arsye që ju nuk e dini, ja bën Ebu Bekri një pyetje. Thot çka i ke lënë familjes tënde? Ai thot lillahi wa rasul. Allah wa rasul. Allahun edhe pejgamberin. Tash pejgamberi sa e ka ditë që Ebu Bekri nuk mundet me shty varfëria për me shpërqendru pe dinit Zotit. Andaj ka pranuar një gjë të tillë vetëm prej Ebu Bekrit. Kështu që sot e kemi shumë problem për me urujt për këtyne 3 gjërave që na i përmendëm. Mirë po, nëse dojna që me kanë në xhenetet e Zotit më lart, edhe dojna që pozitat e tona me i pat më afër Zotit, do të më largu për këtyre 3 që i përmendëm, po edhe e 4-ta që është sfida e rrjeteve sociale. Këto njeriu ndin me ta shpërqendru më shumë sa 3 të bashkë i përmendëm më herët. Nëse nalëm dhe kujtohemi në xhenetin e Zotit. Xhenetet e Zotit janë deregje. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, një transmetim janë 100 shkallë. Njëna shkallë me tjetrën është sa lartësia e tokës me yjet. Çfarë dallimi ka një banor i Firdausit me atë banorin e xhenetit të parë? Këta 2 në xhenet janë. Tash 2 kanë bërë vepra të mira.
dy të kanë besu Zotin, se mos me kanë ashtu s'kishin mujt me hinë në xhenet. Mirë, po çka e bëri që një ani të ngritet në Firdaus, ndërsa një ani të mbetet tek xheneti i parë? Këto kanë thënë dhe ulemaja është e terk. Ky që është në Firdaus ka ditë çka me lanë. Për çata është atje. Se dytë kanë bë vepra të mira, dytë janë kanë musliman. Mirë, po ky që është në xhenetin Firdaus, ky ka ditë çka me lanë. Ky nuk është shpërqendruar. Ky nuk është mirë me gjëra të kota. Andaj e përmendëm më herët sfidën e rrjeteve sociale, se sot mesatarja e një triut që kalon kohë në telefon, duke shiku video koti, është 7 orë në ditë. 7 orë në ditë, i bie 49 orë në javë. 7 orë në ditë, çka jo mërmenja sa punon një njeri që ka personin Firdausin për 7 orë në ditë. Andaj thot Allahu në surën Wakia, për banorët ose për njerëzit e ahiretit, i ndan në 3 grupe. I ndan wasabiqun, ata që vrapojnë edhe ngarojnë në punë të mira, për ta thot Zoti, thulletum minal awwalin, ka shumë prej të parëve, wa qalilum minal akhirin, pa ka prej të mbrëmjeve. Pesë që kanë ngaruar në punë të mira ka shumë prej të parëve, ama pak ka me pat prej të mbrëmjeve. Për dallim për banorët e xhenetit, o ashabul yamin, njerëzit e djathtës, thot Zoti thulletum minal awwalin, shumë ka prej të parëve, wa thulletum minal akhirin, shumë ka edhe prej të mbrëmjeve. Mirë, po për shtyre që garojnë punë të mira, tha Zoti prej të mbrëmjeve ka pak. Se kanë muhabit, kanë mu shpërqendru, synim kanë, iman kanë, vullnet nashta kanë, mirë po shpërqendrohen gjatë rrugës. Kjo në termat moderne, ky shpërqendrimi, po njofke me një term mjaft interesant. Mendësi e majmunit. Mendësi e majmunit është term i njohur në psikologji për një pjesë njerëzve që kalojnë kohë kot edhe pa synim. Sikur çështja e majmunit që pe një degë, kalon një degë. Tash ky kalon të nditën, në fund të lodhët, kur të këshur çka ka bë, baraz me 0. 7 orë është gati një ndërrim i punës. Në fund, baraz me 0. Monkey mind, do të thonë mendësia e majmunit, është kjo që një pjesë e njerëzve fatkeqësisht edhe muslimanëve janë të prekur prej saj. Është për të çuditë një umet që edukohen me fjalët e Ibn Qayyimit e që kanë ra prej e kësaj mendësie. Ibn Qayyimi, kur ju kanë anku familja e tij, që s'po kalon kohë me ta, çka ka bë, i ka marrë lapsat, edhe i ka marrë fletoret, edhe i ka qep, edhe i ka thirr ata në darkë. Edhe i ka përgatitur lapsat, i ka lënë hazër, edhe i ka qep fletoret, edhe ka kalu kohë me familjen e vet. Që kjo është vlerësimi i kohës, sikur se kemi përmend të dersi i parë, e kjo është kur edukohesh me ato që na ka mësuar Allahu edhe pejgamberi alayhis salam. Mirë, tash cilla është zgjidhja e para që pejgamberi sa na përmend është largimi prej shpërqendrimit. Për shembull, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: La yaqumu ahadun min al-muslimina wa huwa haqinun. Mos të falet askush prej muslimanëve nën presionin e nevojave fiziologjike. Pse? Shumë e thjeshtë. Mungon përqendrimi. Mos u falë të pejgamberi sa, shko ndro abdesin, po mik me xhamat, s'ka rëndësi. Shko, merr abdes. Shliro, tani e ja dhe falu edhe i plotson ato që të kanë ikë. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Duhet më ju largu gjërave që të shpërqendrojnë. Allahu në surën Muzammil i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: Qumi lejle illa qalila. Çohu falët të natën me përjashtim të një pjese. Pse o Zot natën? Thot në ajetet e tjera: Inna laka fin nahari sabahan tawila. Ti ditën je shumë i zana. Je i preokupuar me gjëra tjera. Ti ditën nuk i kohë. Pra, ti ditën je në prezencën e shpërqendruesit. Çaj mundet me kanë familja jote që kërkon prej teje gjana, mundet me kanë rrethi yt, mundet me kanë puna jote që është shumë normale. Po tash mos u arsyeto me thonë jam i shpërqendruar e nuk po afrohen te Zoti. Ku mi lejle natën që u falem. Gjeje një kohë kur nuk je i shpërqendruar.
illa qalile, me përjashtim të një pjese të saj. Pra, nëse dojna për me shiju adhurimin, do të mu largu për gjërave që na shpërqendrojnë. Nga se shpërqendrimi mundet me sjell njeriu në atë pikë sa që shtyn me lan i adhurimin krejt. E dini ju ngjarjen kur pejgamberi alayhis salam ka qenë duke fol në xhumë. Në fillim të Islamit, hutbeja e xhumas ka qenë mas namazit, jo para. Edhe hutbeja e xhumas nuk ka qenë fars. Pejgamberi sa ka qenë në hutbe duke fol, edhe është dëgju zani që ka mbrit karvani i tregtarëve. Çka kanë bërë sahabët? Është dalë një, pasi edhe një tjetër, pasi edhe një tjetër, derisa pejgamberi sa jetë në xhami me 12 persona. Pra këta ju ndra prej e shpërqendruesit. Ka thirr atje ardh karvani me tregtar, kanë filluar me dalë një nga një. Derisa Allahu i çorton. Thot Zoti: "Wa idha ra'u tijaratan al-aw lahwan infaddu ilayha." Ata kur e shohin ndonjë tregti ose ndonjë dëfrim, shkojnë drejt saj. Wa tarakuka qa'ima, ty të kanë lënë në këmbë. Mirë po bashkë me çortimin Allahu na ka pru edhe zgjidhjen. Thot kul ma inda Allahi khairun min al-lahwi wa min at-tijara. Nëse doni mos më ju shpërqendruesi, kujtoni që çaja që është tek Allahu është më e mirë se sa tregtia edhe se sa çka do tjetër. Por Allahu bashkë me çortimin po na sjell edhe zgjidhjen. Sa herë të vjen çaj që don me të shpërqendru, kujtoje shpërblimin e madh të Zotit, edhe kthejeve drejtën. Shikoj çka thot Ibn Rajebi, Allahu mëshiroft për itikafin. Thot: "Wa haqiqatul i'tikaf qatul alaik anil khalaik." Thot synimi i itikafit është madhor. Është qatul alaik, shkputja e marrëdhënieve edhe lidhjeve anil khalaik, pe krejt krijesave tjera. Çka është synimi i itikafit? Që ty me të shkput pe krejt krijesave tjera, edhe me të lidh me Khalik, krijuesin. Mirë, sa kemi për njerëzve që hynë në itikaf, shkon në harem, në qabe shkon. Mirë po, e nxjerr telefonin për para vetës. A ka shkput lidhen me krijesat? As nuk i ka shkput lidhen me krijesat, as nuk u lidh me krijuesin. Është baraz me ata që rrinë në kafe. A mundet me kanë në harem, në qabe. Mirë po nuk i ka shkput lidhen me krijesat. Kështu që arsyeja ose zgjidhja e parë është largimi edhe shkputja e lidhjes me shpërqendruesin. Po ashtu pikë tjetër e rëndësishme e zgjidhjes së problemit është edhe largimi prej shpërqendruesve të brendshëm. Ka njeriu vetë është i shpërqendruar, nuk i ka faj rrethi. Si ka faj situata. Prap kthehemi te xhumaja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dan një herë në hutbë dhe thot: "Men tawadda fa ahsana al-wudu'a", ai që merr abdes në formën më të mirë të mundshme, thumma ata al-jum'a, dhe pastaj vije në xhuma dhe dëgjon edhe hesht përderisa flet imami, thot i falen gjunahet prej xhumas deri në xhuma edhe 3 ditë shtesë. Mirë po pjesa e hadithit neve na intereson në fund, thot pejgamberi alayhis salam: "Wa man massa al-hasa faqad lagha." E ai që janë nis me lu me gur, sa është imami duke fol, ka bë gjuna. Pejgamberi sa ka qenë duke fol, duke dhënë ders, i ka po disa njerëz që kanë filluar pak me drejtu gurt në tokë. Loje kot. Shpërqendrimi nuk u kanë fizik, nuk u kanë real, sa ata kanë pasur përpara ty në pejgamberin alayhis salam. Ai ka qenë duke i treguar çka po i thot Zoti për xhenet, për xhenem, mirë po i ka po do njerëz që kanë filluar ka pak edhe me iranis gurt. Thot pejgamberi sa men mesel hasa, veçaj që i prek, faqad laga, ka bë gjuna. Ka bë gabim. Tash këtë shpërqendrimi është i mërendshëm. Pra po thot pejgamberi alayhis salam, nëse doni që sevapin e xhumas me pa të plot, pak shtrëngo, shtrydhë veten, mos i prek gurt, hiç as mos i prek, mes i bën vetëm prekje thjesht, as mos i prek gurt. E sahabët kanë qenë shembulli më i mirë se si nuk kanë qenë fare të ndikuar prej shpërqendruesve. Unë këtë po përmeni veç një shembull dhe me ta po e përfundojmë, është shembulli Sa'd ibn Abi Waqqasit. Sa'd ibn Abi Waqqasi ka qenë janë prej sahabëve të përgëzuar me xhenet.
Ka qenë pej djemve Kurejsh më të pasërve, edhe ka qenë i hjeshëm, edhe ka qenë me pozit, edhe ka qenë në një familje që ketë e kanë xhelozu. Kur e pranon Islamin Saadi, edhe përhapet lajmi për Islamin e tij, krejt familja e tij e bojkotojnë. Edhe ja marrin pasurinë. Derisa shkon nana e tij, që Saadi ka qenë i njoftun për dashurinë e madhe që ka pasur për nanën. Edhe i thot, pasha Allahun, as nuk ka me hangër, as nuk ka me pi, e as nuk ka me u fresku, po ka me dal në diell, edhe ose ke me u kthyti në atë që ke qenë, ose ka me vdek. E kanë me thonë njerëzit, e mbyti Saadi nënën e tij. Edhe të nesërmen del nëna Saadit në diellin përvelus të Mekës. As nuk han, as nuk pin, edhe i kthehet diellit. Dikur ka mesditja, asaj i bie të fikt. Edhe i kthejnë ujë dhe marrin e kthejnë në shtëpi. Shkon me vizitu Saadi, nënën e tij. Edhe kur hin mrena, i thot disa fjalë madhore, disa fjalë që t'i shkundin malet. Thot, ja ummehu, o nanushim, wallahi ta'lamina wallahi law kanat laki mi'atu nafs. Dije pasha Allahun, se me i pati 100 shpirta, e me dal një, e me t'u kthy tjetri, e prapti me vdek, e me t'u kthy tjetri, 100 herë, nuk mund është mu me mshti me elan fejnë tëmë. Kuli e ulate e kuli, ha nësë dën, e nësë dën mos ha. Pasha Allahun, unë kur s'ku me elan atë në të cilën unë jam. Shikoj çfarë shpërqendruesi ka po Saadi, mirë po shikoj e imanin e Saadit. Nuk e ka lëviz pe asoj që u kanë, mirë po veç aja ka shtu edhe imanin. Që kjo është bindja që pejgamberi alayhis ka mësuar sahat, andaj edhe neve sot na vin me kanë, nëse dojna me kanë stabil në rrugën e Zotit, të lirë, do të me kanë të qëndrueshëm ndaj atyre që na shpërqendrojnë nga kjo rrugë. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.